që u ndodha tamam në kohën e masakrës në Gjenev. Ishte janari vitit 1999, më 15 janar ndodhi masakra, 2 ditë më vonë, ishte ditë e hënë mbajmë shumë mirë, në zyrën e ambasadorit Shqipërisë, tek unë, trokiti dera dhe u fut vrullshëm një djalë i ri, një djalë i Kosovës, që unë kisha pak ditë që e kisha njohur. Ishte pikërisht Tahir Shabani, një aktivist i shquar i atyre kohëve, i cili ishte i zbehur në fytyrë, gati pa frym, i tronditur, i tmerruar, erdhi pranë meje dhe lëshoi mbi tavolinën time një tuf fotografish, sa që u mbush gjithë sipërfaqja e tavolinës dhe CD-s. Dhe përmes lotëve, gati i ngashëryer, filloi të tregonte shikoj se çfarë ka ndodhur. I thash Tahir, unë i di këto, sepse kanë ndjekur lajmet, i kam parë, por sidoqoftë ato që ka solli ai ishin jashtëzakonisht shumë prekse. Dhe në pranit të Tahirit, unë njoftova me njëherë qeverinë time, sepse kështu është rregulli, për të marrë autorizimin e saj, i rash telefonave të disa prej drejtuesve të organizatave ndërkombëtare me selin Gjenev, Mary Robinson ishte kryetarja e Komisionit Drejtave të Njeriut, Sadako Ogata ishte drejtuesja e organizatës për refugjatët, Branson McKinley ishte për migracionin, e të tjera, dhe ju kërkova takime.